legaliteti, që është shteti i Kosovës Ahtisarian, shteti multietnik, të cilin s'po guxon kush mo me janë gjerë syt me përmen, s'guxon kush me përmen sërt dhe integrimin e tyne në Republikë Kosovës, nga ona opozit, se Albini e ka bo bauk, s'guxon ti me full për sërt, se me nërë, ta qesin i shajkoqe dhe të bojnë me Serbi. Që sa leto operimi me inteligencë artificiale, ta shkruaj që një video, ta nxjerrë një fjali pe kontekstit edhe të kërcënojnë nështë qindë e minja shqiptarë. Pse? Sepse janë menderisht të topitun. A dim se janë topitun nacionalizmi i rritun në këtë vend, ose tendenca që Albini po do më thonë Kosovarëve ka dek shteti Ahtisarit. Derisa shumica e dyfyrë të kuvend të Republikës funksionon. Derisa kolegë dashtun, asnjë prej opozitës nuk guxon me përmend një fakt sot. Prandaj i kanë hubë zgjedhjet. Kuvendi i Kosovës nuk i ka as 110, as 100 vende. I ka 120 vende. Kuvendi kushtetues. Prandaj kuvendi i Kosovës është jo kushtetues, me qitë përmbajtje. Derisa cënohet ftyra e Kosovës, imazhi i Kosovës dhe krejt bota sot, ata që merren me ngjarjen Kosovë, mendojnë, krijojnë perceptim që u tha politika është perceptim pe çollakun më herët, se na pe o morëm do drejta serbëve. Që kështu e ki. Edhe tash, a më intereson mume, po më intereson se jetoj qëtu, edhe besoj që kom sakrifiku diçka në jetën teme për qëtë shtetë, për qëtë liri. A është që kjo opcioni maj mirë i LDK-s? Jo, nuk është. Cili është? Unë e kom pas thonë ma herët që do hiqe strukturore. Krejt. Zgjedhje të reja, jashtëzakonshme, dhe me alqu partinë edhe njëherë antarësis, e më honë urdhnoni që ka përdoni me përdu. A përdoni me shku ka Albini, e me fundos shtetin Ahtisarian, a përdoni, do më honë, me najt në kushtetueshmëni, e me merujt shtetin Ahtisarian. Që to dy opcione shqiptarët herë do kur do kanë me mësu. A përdon shtet, apo don diçka tjetër që na s'medim çka është, a Republikë e Tretë, a bashkim me Shqipëni, a është çka po diu në fal çude, po shteti mbi i shpallën me 17 shkurt, 2008, që ky nuk është, që ky është jashtë jo ligjor, jo kushtetues. Detyra e parë e opozitës nuk është me na kallëzu çka është demokracia, se e dim, e kemi mësuar edhe në shkollë teori. Edhe kemi morë pjesë në përdo forume, në përdo partije, në përdo studio, në përdo gazeta. E dim që ka në demokracia procedurale. Por me na kallëzu neve, a du na me moron, ka mbrojtja shtetit, Ahtisarian gjithë një, 17 shkurtit, a du me qepun të na onë që me lëshu ujtë kë shtet. Që kjo është temë për debat si pas meje. Tjerat, a ka performu mira tjera po këtu, nuk ka të regim, s'ka marrë onë, a është për shtetin e Ahtisarit, 17 shkurtit, a o kunder. Që kjo lufta në Kosovë. Lufta në Kosovë është asë njën vetë vendosjes del me thonë na e mbrojmë Ahtisarit. Sepse kanë marrë onë, na po dojmë me jek një pikë treshit, ne në kushtetues, në më hanë, me au jek të drejten votën e dyfysht. Që e kam në kuvend, që është e drejt e vetës, musara. Na jo kemi thonë, jo une, po Kosova politike në proces në Vjenës, ja ka thonë sërve këtë drejt, me qëllim që me marë në këmbim, pavarësinë kombëtare, cilin edhe kemi marë. Dhe kemi mendu, krejt si klasë politike, si elitë, edhe ju, edhe pse keni qenë në është amatërin 2008-ën. Kemi mendu që ka thot Amerika dhe Bashkimi Evropian për neve o legjë. Gjithë shka që kemi bon bashkë me alatët. Edhe Rambujen, edhe lirinë e Kosovës me NATO, edhe procesin e Vjenës, edhe shpallën e pavarësisë,